që të merrin nismën për ngritjen e tyre dy komisioneve, për faktin që gjithë ne, por edhe ato që na kanë mbështetur në këtë zgjedhje, mendojnë që do të ketë një kaos për votën, me protesta, me qëndrime parlamentare, që gjithë e dim që sa tjetë Rama kryeministër nuk do të ketë zgjedhje. Kjo është përsëritur disa herë. Por vrem se sa tjetë Rama kryeministër, ne ulimi e bëjmë prap reforme me te. Kështu që kjo nxitje në ka lënë pak një shije të hidhur për faktin që asnjëherë nuk ka filluar parlamenti me ngritjen e komisioneve për reforma zgjedhore. Reforma zgjedhore është bërë mosi është marrë raporti ose bëhu dirit, është kërkuar kohë, është studiuar, është konsultuar. Unë shoh të keqen e zgjedhjeve që kemi kaluar në vite tek kodi zgjedhor, tek ndryshimi që është bërë në 2018. Ajo ka të tërsu komplet realitetin e përfaqësimit politik, i ka dhënë një goditje të rëndë pluralizmit. Unë për fat në të kohë e kam kundërshtuar, jo vetëm me votë, me qëndrime, por edhe me një kryevorie, me zotin Meta dhe me disa deputet Konventit Shqipërisë që patën një përgjegjësi dhe një njohshmëri që kuptohem që po goditej pluralizmi. Ju tentuat për interesat tuaj normale, nuk ju parashikoj për këtë, që të ktheni skemin politiken bipolare. Një kohë që Shqipëria kishte pak vite pluralizëm, ne si jemi as Shqipëria, as Greqia, jemi një vend me demokraci të pakonsoliduar dhe goditja e pluralizmit duke kthyer në bipolare i dha një goditje kryesisht djathtas. Për faktin që ju, zoti Berisha, keni disa partia lehate, nacionaliste, të djatha, alternativa agrare, demokristjanë, dhe kjo ishte një vlerë edhe për djathën edhe për opozitën. Nërsa Edi Rama në krahun e tjetër s'kishte parti, LSI kishte në atë kohë dhe shpalli armike, dhe kjo vlerë e shtuar u hoq me kodit zgjedhor, hap mas hapit. Unë nuk mendoj që Edi Rama i ka bërë këto vetë, në mënyrë të njanshme, por shpeshherë ka pas bashkëpunime për interesat përbashkëta, qoftë edhe kjo me Lulzim Bashën, heqja e koalicioneve klasike i dha goditjen përfundimtare pluralizmit, që unë kam dyshimet e mia sot, ndoshta edhe atëherë, që Lulzim Basha i mbylli syt, se kishte interesat të tija për të goditur edhe LSI-n, megjithëse kishte partnere, për të goditur edhe Partinë Demokratike, që kjo ka filluar që në 2008. Ne nuk kemi fituar zgjedhjet që në 2018. Nuk e kuptoj, zoti Berisha, se si ka mundësi që nuk e shohim të keqen të 2018 të ky sistem, se nuk kemi fituar. Pra, Partia Demokratike nditen më të mirë se saj, qeverisjen më të mirë që pati, në 2009 kemi marrë 70 mandate. Pra, se kemi kaluar pragun e 50%. Edhe mos zgjedhjeve, Edi Rama po diskutim që blen, zgjedhja bën presione, bashkëpunon me grupet kriminale, por kjo e thellon fitoren. Nësa fitoren bazë e jep ky kod zgjedhor, cili është problematik, është antikushtetues, vota nuk është e barabartë për qarkun e Vlorës dhe për qarkun e Shkodrës, vetëm me 2 qark që Edi Rama i fiton zgjedhjet pa fituar, vetëm me Firrin dhe me Vlorën e Majta ka 13 mandate plus, dhe kjo në jep një goditje jashtëzakonisht madhe. Pastaj futemi sot një reformë territoriale, si mos gjykimit tim, ndoshta u dute mas një vitit, sa gjërat të qartësoheshin, por derisa është bërë një hap, ne po japim me minimet tona. Ne do të jemi qartë, zoti Berisha. Jam dakord që nuk do të bojkotojmë as zgjedhje, as komisione parlamentare, por nuk do të lejojmë Ramën, nuk na falet ne që
presim raportet e OSB-s së djerit, apo të marrim veshkime, apo të tregojmë se si na janë lidhë zgjedhjet. Ta bllokojmë. Opozita është një institucion. Opozita drejton 50% të territorit në zgjedhje. Opozita kontrollon 50% e tjetër, që ka nënkujtar. S'kena nevojë për me shpall falimentin përballë një personi që bën ç'është të mundur për me qenë në pushtet. Ta bllokojmë. Nuk i bujtojmë, por bllokojmë. I kena të gjitha mundësitë, instrumentat për ta bërë një gjë të tillë. Nëse ai bën vendos rregulla në mënyrë të njanshme, ai s'po ndan tokën e Kristaqit. Po ndan rregullat për pluralizmin shqiptar, që kjo i takon edhe për reformën territoriale. E kemi bojkotuar, ne kemi bërë shumë gabim reformën territoriale, edhe i ka bërë një reformë territoriale që kjo na pengon jashtëmasë shumë. Edhe në zgjedhje, edhe në përfasim, edhe në shërbimet në qytetarëve, që kemi bërë lëmsh, Bashkia e Kryeqytetit merret edhe me kanalizimet e Zallherrit, kur ka 1001 probleme. Edhe kjo është papërgjegjësi shumë e madhe e komplet klasës politike që ne kemi pjesën tonë të fajt. Unë do të dëshiroja shumë që ne të jemi të qartë me sistemin. Pra, nuk ka asnjë lloj problemit nëse na thuhet që ne jemi për këtë model. Është e drejta juaj. Ne shohim veten tonë se ku jemi, por jo gjithmonë minutat e fundit, pa pas informacion, vemi përballë një realitetit që në ka penalizuar nga zgjedhja në zgjedhje. Dhe për fatin e keq, dhe këtë kam si vërejtje, krijohet një frym edhe tek militantët e partisë tuaj, sikur alatet janë një peshë, janë një kosto. Jo. Këtë e dini edhe ju, po nuk e thoni, edhe na bënin ne tabelqitjet. Jo, alatet janë vota për ju, janë një vlerë e pluralizmit dhe marrim shumë më pak se sa në takon bashkë 5 tonë elektorale. Që ne në vitin 2008, kur ka nëshu këtë zgjedhor, ne nuk testohemi, se futemi në koalicion edhe në numërën e të vota që mesin shkrumin letër dhe jo ato mira të Tiranë që i merrin jo nëpërmjet koalicionit që s'kemi kandidat. Edhe kjo është një hile e qëllimshme, edhe unë e njëjë shumë edhe kohë të fundit, edhe në takimet e foltorës parë dhe dytë, që shqyrton në lahat sikur ne jemi e keqja. Jo, ne jemi një vlerë që vetëm LSI-ja përpara disa viteve ka pas 100.000 vota. Kuptohet që goditjet që erdhen në 2 krahat, që për fatin e keq kishte Ramën përballë edhe Lulzim Bashën në anën tjetër, por edhe Partia Demokraciane, ne kemi pas 58.000 vota, që i thojnë 6 mandate në Kuvendin e Shqipërisë, por duke qenë pjesë e këtyre koalicioneve, ne kemi feru. Pra vetëm me votet e LSI-s, 9 mandate që keni dhënë alahatëve e molojnë, përveç se çdo parti politike kontribon që sistemi zgjedhor edhe me një vot ta heqë mandatin. Kështu që unë tham që militantëve t'ju tregoni të vërtetën, se paktën unë ndjej mirë se jam as në parlament, pra ato votat tona i keni marrë dhe sa të kam drejtën për mi, po ju del zot edhe atyre që janë në parlament, që janë me votet e tyre, jo të Partisë Demokratike, dhe ju profitoni shumë më tepër vota se edhe mbas letrave të historisë që ka qenë përpara. Edhe kjo është shumë e rëndësishme që kjo klim, ne çfarë duam ne? Ne s'kemi kërkuar favore me Lizë. Ne duam një koalicion që të kemi siglën tonë, emrat tonë, kandidatët tonë dhe t'ju mbështesim edhe ju. Pra një koalicion klasik. E ndryshoj kushtetutën e Tiranës, me metjet e Lulzim Bashën në parlament e ndryshoj. Jo me ne. Ne kundërshtuam, ndërzuam mandatet, kur ishte puna për një aksion politik. Kështu që duke parë në këtë kontekst, nëse ne futemi një reformë territoriale, edhe kjo s'ka sens se ne futemi me 2 komisione edhe nuk e dim se kur në një komision do të kesh edhe një dekorsi paraprake, që ky Edi Rama është i prirur për reformën territoriale, do të bën ndryshimin në sistemin zgjedhor, se ai bën televizë dhe në fund miratën çfarë doin vetë. Pra ne bëhemi viktima rrallës. Kështu që para se më ngrit komisionit, unë besoj që keni bëj bisedë
Nëse keni bërë na thoni se transparenca është shumë e domosdoshme. Nëse se keni bërë gabim, se prap kam me përdor të njëjtën metodë dhe do të meritojnë çfarë dojnë ai për të ardhmen. Unë to kisha i kam shqetësim real, jam një njeri që e kam njek reformën gjithmonë zgjedhore, shumicën raste kam qenë antar i Komisionit të Reformës Zgjedhore, e kam kundërshtuar që në gjenez që kam menduar që është një goditje ndaj pluralizmit, jo për interesat e mia politike, për këtë ndjeje mirë së të paktën që ka edhe shumë njerëz që e kanë votuar dhe sot janë peno. Por unë shoh keqen Zoti Berisha përveç Edi Ramës, se është keqja më e madhe, jo vetëm i sistemit, por edhe shqiptarëve, edhe kombit tonë, madje përtej, po fusim edhe Kosovën në këtë rast, se edhe ati ka fut hund, por ne do të ndajmë menin për një sistem plural përfaqësues i cili e zbe edhe rolin e grupeve kriminale në zgjedhje. Që gjithmonë do të marrësh kundër masa. Nëse sot ky sistem zgjedhor kanë rëndësi grupet kriminale, me një sistem tjetër zbehet roli i tyre. Nëse ky sistem ka një luftë edhe mes nesh, jo me lista të hapura, jo me lista të mbyllura, një sistem tjetër i jep e përsi morale edhe opozicës. Ne kemi pas atë, po marrim përpara 2008, ishte një sistem shumë i mirë, nuk ishte një problem sistemi. Ishte problem që ne ta ngushtojmë pluralizmin dhe kemi ngushtuar deri në atë masë sa kemi dëmtuar veten jashtë masës shumë. Ju falenderoj për Në dy momente duhet të sqaroj. Spari ndryshimet që ne bëm në vitin 2008 i ipnin votat secilës parti. Kjo u anullua në mënyrën më antidemokratike, në vitin 21 apo 2020. Dhe ky është në vlerësimin tim një vendim, një ndryshim antidemokratik. Antidemokratik. Është absolutisht e vërtet që nga partit e quajtura të vogla kanë përfituar dhe përfitojnë partit e mëdha, ndonë se ato përfaqësojnë të marras bashku sa njëra nga partit e mëdha. Përfaqësojnë 1/3 e elektoratit shqiptar. Ndaj dhe ne jemi këtu për të dhënë përgjigje këtyre çështjeve. Nuk kemi asnjë kundërshtim. Nuk është vonë, por është në fillim të debatit, sepse këtu OER ju ka dorëzuar ju një agent që është përcaktuar dhe nuk është vendos asnjë dhe do vendosim bashkërisht. Por nuk duam dhe bëjmë një ujdi bashk dhe të mbrojmë këtë ujdi zbashku me deputet tjerë të opozitës, të cilët duan ta mbrojmë në parlament. Jashtë kësaj ujdie ne nuk dalim, sepse edhe unë kam bindjen më thellë që një sistem që ka brenda një element antidemokratik, siç është ajo e përjashtimit me ligj të koalicioneve, ndërshkimit me ligj të koalicioneve, ai nuk mund të jetë. Plus që jam nga natë e njëshi Zot, jam provuar gjitha sistemet, mund të shkojmë drejt sistemit më të pastër, që ta vendosim këtu bashkërisht në përputhje me interesat më të mira tona. Çfarë do thot pala tjetër, ne nuk e dim. Por ama, mos uljan të ulin për reformën i jeptet palës tjetër të gjitha benefitet e bojkotit. Prap, bie dakord, ne kemi vetëm një zgjidhje, largimin e Edi Ramës me protesta. Po këto do i bëjmë, atër ja ku jemi opozit,
Një sqarim në vijim të asaj që tha zoti Ndoka, pra si në këtë Komisionin e Reformës, pra këto janë tematika që dalin nga rekomandimet e gjetjet e tona. Sigurisht mund shtohen të tjera që do dalin nga kjo tavolinë. Pra nuk e përjashton kjo. Po dhe reforma territoriale nuk ka asgjë në këtë fazë të dakordsuar mes palëve. Janë tematika që dalin që dim të gjithë mbas 10 vitesh zbatim të reformës territoriale të njëanshme të vitit 2014. Sot njerëzit nuk qeverisin. Nuk qeverisin në periferitë e bashkive të mëdha dhe aq më keq nëse janë në bashkinë në periferitë të vendit. Kështu që është krejt e hapur, çdo lloj kontributi, besoj se çdo ideje do të na shërbejë ne në këtë detyrë që kemi atje. Janë ngritur komisionet e reformave, sidomos zgjedhore janë ngritur pas çdo palëzgjedhjesh. Vërtet është bërë një rutinë, por është një detyrim i Parlamentit shqiptar që të zbatojë rekomandimet e ODIHR-it, ama ne nuk duam që të jetë një ushtrim laboratorik, steril, po duhet të ketë dimensionin e plot politik. Ajo që ndodhi me ndryshimin e njëanshëm të vitit 2020, kur Këshilli Politik u përmbys për shkak se Edi Rama përdori ata që mbetën në parlament, siç e thatë ju, zoti Ndoka, që i dhanë mundësinë që të ndryshonte dhe të hiqte koalicionin me pretendimin dhe justifikimin e listave të hapura, ai është dëmi më i madh që është bërë opozitës. Opozita do të ishte në pushtet në vitin 2021 mos të kishte ndodhur ndryshim. Prandaj është e rëndësishme vendosja këtyre piketave sot dhe kur që ne të dimë të përballemi me ta në të dyja reformat në mënyrën më të mirë të mundshme.